Një depozit e madhe minerale në tokë është identifikuar në Saint-Agnès, një fshat I qetë bujqësor në Francën metropolitane. Gjitja është vlerësuar si një nga më të rëndësishmet ekonomikisht në historinë e fundit të vendit me vlerësime të hershme që vendosin vlerën e saj në miliarda euro. Saint-Agnès, një fshat modest I njohur për fushat e tij me gruar dhe lule dielli, është tani në qendër të një zhvillimi të madh shkencor dhe ekonomik. Mineralet e rralla të tokës u zbuluan në një zonë që më parë mendoi të ishte gjeologjikisht e papërfillshme. Fermeri vendas Marc Dubois kujtoi momentin që çoi në zbulim ndërsa punonte në tokën e tij. Një nga traktorët e tij goditi një sipërfaqe të fortë nën tokë. Pasi timi Dubois dhe ekspertët aty pranë zbuluan fragmente minerale të ndezura të nguritura në tokë, materiale që më vonë do të identifikoheshin si element të rrallë të tokës. Surpriza gjeologjike është edhe më e habitshme duke pasur parasysh profilin e rajonit, ndryshe nga zonat e njohura të pasura me minerale. Kjo pjesë e Francës është pjesë historikisht si tokë bujqësore kryesore, jo një kandidat për depozita burimesh teknologjisë së lartë. Ekspertët e kanë përshkruar praninë e elementeve të tillë të vlefshëm në zonë si shumë atipike, duke shënuar një ndryshim të madh në mënyrën se si vendi vlerëson potencialin e tij nën toksor. Zbulimi ka ndryshuar rrënjësisht jetën në Saint-Agnès. Ajo që dikur ishte një komunitet bujqësor paqësor është tani në qendër të vëmendjes për zyrtarët qeveritar, gjeologët dhe korporatat shumëkombëshe të mineraleve. Shteti francez ka klasifikuar vendodhjen e depozitës duke përmendur dieshmërinë ekonomike dhe konsideratat e sigurisë. Në të njëjtën kohë, interesi nga komuniteti kryesor mineral tashmë është në rritje, me premtimin për investime, infrastrukturë dhe punësim që të rregjë vëmendje në vend. Për banorët si Dubois, transformimi I kësaj e thellësisht personal, ai e përshkroi ditën e zbulimit si një ditë si çdo tjetër që shpesh u bë jashtëzakonshme. Mineralet e zbuluara e kanë vendosur fermën e tij familjare në qendër të një debati kombëtar mbi përdorimin e tokës, ruajtjen e trashëgimisë dhe zhvillimin industrial. Ndërsa përfitimet e mundshme janë thelbësore, komuniteti dhe grupet mjedisore kanë shprehur shqetësimin mbi ndikimin ekologjik të operacioneve minerare. Premtimi I ringjalljes ekonomik në një rajon që ka luftuar prej kohësh me stagnim, po peshohet kundrejt rrezikut të degradimit të mjedisit dhe humbjes kulturore. Mundësia ndotjes së tokës, përçarja e ekosistemit dhe rritja e aktivitetit industrial ka çuar në thirrje të hershme për rregullim dhe përmbajtje. Si përgjigje, studimet e ndikimit në mjedis janë nisur tashmë për të vlerësuar se si proceset e nxjerrjes mund të ndikojnë në peizazhet përreth. Këto studime synojnë të përcaktojnë nëse praktikat e përgjegjshme të mineraleve mund të zbatojnë për të mbrojtur mjedisin duke lejuar zhvillimin e burimeve. Gjetjet nga Saint-Agnès mund të krijojnë një precedent për mënyrën se si nxjerrja mineraleve të rrallë të tokës trajtohet në të gjithë Europën.